Ndryshimet klimatike po lënë gjurmë edhe në bletari. Temperaturat e larta dhe mungesa e reshjeve po ndikojnë në jetën e kolonive dhe në sasinë e mjaltit të prodhuar. Në Gjirokastër, bletarët po përballen me një sezon më të vështirë. Thatësira ka reduktuar lulëzimin e bimëve dhe si pasojë edhe sasinë e nektarit dhe polenit që bletët gjejnë në natyrë. Kjo përkthehet në më pak ushqim për kolonit dhe në prodhim më të ulët mjalti. Biologjike bleta duron deri në temperaturën 45 gradë. Nëse nuk ka një strehim të rregull të mirë, do të thotë temperatura ndodhet tek në arin 47, 49, 50, 53 gradë. Do të thotë imagjinoj se ku jemi pranë pragun e vdekjes. Jo pse ato do ekspozohen si koloni në temperaturë, do të thotë janë të pashmangshme. Këto lloj temperaturash në historinë e zhvillimit ose në evolucionin e bletës në pjesën e Europës nuk kanë pas temperaturat kësaj natyre. Jemi në një situatë tepër dramatike, në situata jashtëzakonisht të pafavorshme për bletën, jo vetëm për bletën, por për gjithë ekosistemet të cilat lidhen me bletën. Janë bletët dhe bimët me lule, bimët entomofile që quhen, janë të lidhura me miliona dhe me miliona vjet, gati mbi 100 milion vjet, të cilat kanë krijuar njëra tjetrën. Bimët me lule kanë përshtatur dhe kanë shojmë atë bletë që kemi ne sot. Njëkohësisht këto pemë bim me lule që i shikojmë ne sot janë si pasojë e një përgjegjësimëri ose një lidhje njëra me tjetrën. Pra, me jep të jap në një pazar gjigant, ku të dyja palët bëjnë një treg fantastik. Njëra e bën për të lënë pasardhës, pra bimët. Nga që ato nuk realizojnë seksin nëpërmjet lëvizjes, janë bletët ato që realizojnë qëllimin e tyre, por realizojnë dhe qëllimin e tyre bimët. Do të thotë që këto të dyja palët kanë krijuar njëra tjetrën dhe mbajnë njëra tjetrën në një ekosistem që ne na duket habi. Por kjo nuk është sfida e vetme. Specialistët e bletarisë ngrejnë alarmin edhe për sëmundjet dhe parazitët që mund të dobësojnë kolonitë, duke kërkuar monitorim të vazhdueshëm dhe ndërhyrje në kohë. Paratoza janë një 3 sëmundje kryesore, janë virusale, askosferoza, 5 sëmundje janë bazë, domethënë se që të rëndisin bletën. Sëmundjet virusale pothuajse nuk kanë mjekim, qelësi është shëndeti i tyre, ripërtëritja, shtimi i kolonisë, njëkohësisht eliminimi i varovatozës, një sëmundje parazitare, shumë e rrezikshme ose vrastare në fakt. Ne kemi humbje bletë vit për vit në gjithë territorin. Para të kësaj sëmundje se të kërkon një kujdes jashtëzakonshëm. Njëkohësisht nuk ka dhe preparate shumë efikase, me fjalë ende nuk ka, shkenca nuk ka zbuluar, domethënë preparate të cilat ose teknologji të cilat ta përballojnë të sëmundje më lehtë, kërkon kosto mjaft të mëdha, shpesh edhe bletarët lodhen, është një punë stërmendimshme, nuk është se është domethënë e lehtë, me fjalë. Dhe sigurisht që në situata mjaft të vështira, me këto kushte që jemi, kur bletët nuk gjejnë polen, pra nuk gjejnë bazën kryesore, aminat e jetës që rrjedhin nga proteina, sigurisht duhet një insekt i dobët, duhet një koloni të dobët ushqyes sa të duash. Atë asaj mungona e çelësi kryesor korrelacioni me bimën. Mbrojtja e bletëve nuk është vetëm një çështje prodhimit të mjaltit, është një domosdoshmëri për ruajtjen e ekosistemit dhe biodiversitetit.